por ka humbur ajo e Zajazit, ka fituar kjo e Çajirit. Zoti Izzet Beqiti po flet për një gjenerat të re politike që dha mundësia dhe goditja Ali Ahmedit. Ka pak qesharake, se më kujton atë stilin se thonë për politikën që është lavire. Mirë po tashti ne kemi fillu edhe të funksionojmë si në shtëpi publike. Shtëpi publike thuhet që ka ardhur një prostitutë e re dhe kur i ka 50 vjet, po kur s'ka qenë atë shtëpi publike, vjen, tashti e sjellin prej diku, për ndonjë tjetër, edhe ajo quhet prostitutë e re e shtëpisë publike. Ne tani ashtu kemi filluar t'i trajtojmë edhe në partitë politike. Nëse vjen ndonjëri dhe ndron emrin e partisë, ne harrojmë se ai ka qenë 20 vjet në pushtet. Domethënë, zotriu, të cilën unë nuk kam kur gjë kundër, përkundazi, kemi pas miqësi, s'mund ta fshehit kaluarën time. Po. S'mund ta fshehit kaluarën time siç mundojnë këta ta fshehin. Edhe gjenerate e re, kesh qenë 20 vjet në pushtet, kryetar komune, e tjesh gjenerate e re, ajo i vjen sikur unë them tashti jam gjenerata më e re e shkrimtarëve të Maqedonisë. Pse kam botuar një roman të ri. Dhe tani ne 13 vjetën i ngatrojmë nga pak. Unë, shini, edhe në këtë emision, edhe në këto bashkëbisedime me ju kam thënë diçka. Jam i çliruar nga ambicjet politike, prandaj kam komoditetin që mu të më interesoj vetëm e vërteta për popullin tim. Edhe unë e them që e kam thënë këtu disa herë, që populli im atje e voton humbjen e vetë, tanë kohën. Si ka mësi që kjo ndodhë? Se populli im nuk është popull shtet formues, se shtet formues nuk të bëjnë as këta politikanë të ri, as ata të vjetët. Shtet formues të bën kushtetuta, në kushtetutën e Maqedonisë, në pjesën normative, as kund nuk përmendet emri i popullit tim. Unë me vite them që e keqja që BDI-ja është e keqja e shqiptarëve. Në atë BDI bën të pjesë edhe zotriu që i riu që vjen në politikë. E do me thënë, pse thoja që është e keqja e për? Se e gënjen popullin tim, duke i thënë që me kryeministrin shqiptar, fiton ai grupi i interesit. Po popullim nuk fiton sepse nuk bëhet shtet formues, mbetet atje ku ka qenë. Edhe unë tashti 10 vite më rend them që BDI-ja e gënjen popullin tim. E tashti shtrohet pyetja më thonë, po ti mendojnë se unë tashti më dhimbset pse ka humbë BDI-ja. Fare nuk më dhimbset. Po mu më dhimbset populli im, a dini pse? Unë duhet që populli im edhe të mirën edhe të keqen, ai ti zgjedh, mos ja zgjedhin Maqedonat. Pse humbim fakt? Mos ja zgjedhin vetëm ta përfundojnë. Mos ja zgjedhin qarqet policore e politike Maqedonase që unë e kam përjetuar në Besën, sa ne u forcuam, hyni atje një dreq edhe u bëm copa. Edhe BDI-n, unë dua popullim të dënoj, jo qarqet policore e politike Maqedonase. Se në këto zgjedhje, dini kush fitoi? Fitoi kryeministri i Maqedonisë. Ju kam thënë